ndërsa plakesh fillon të shohësh gjëra të ndryshe dhe fillon të vëresh energjinë tënde mes atyre që të sjellin paqe dhe atyre që të shterojnë. Por rrethi yt i miqve mund të bëhet më i vogël dhe kjo dhemb, por të mëson të vlerësosh ata që kanë mbetur. Disa miqësi mbarojnë, jo për shkak të zemërimit apo tradhtisë, por sepse rriten dhe zhvillohen në mënyra të ndryshme. Jo të gjithë ata që filluan me ty do ta përfundojnë rrugën me ty, dhe kjo është në rregull. Rritja ndonjëherë nënkupton të lësh pas disa njerëz, mos u ndjej keq për të ndërprerë lidhjet me ata që të mbajnë prapa. Rritja do të thotë që po bën hapësirë për gjëra më të mira që do të vijnë.